kemi 12 vjetë që dëgjojmë Edi Ramën dhe rilindjen që vetëm flasin për investimin në Vlorë të Lungomares. E pare punës njerë, ky është një trotuar që ka sistemuar këtë pjesë, nuk po ja heqi meritën, por nuk është një lungomare. Kush ka parë lungomaret në botë? Por, më thoni ju, a kishte Vlora 12 vjetë për investimin e vetëm më të madh që është mburur qeveria rilindase për një lungomare? Tani vlonjatët kanë ku shëtisin, kanë 20 kilometra se përshkon drejt Radhimës, se ai halki shbetur në Vlorë, se ku të shëtisnin vlonjatët. Edi Rama ka bërë një gjë tjetër, u ka çuar detin vlonjatëve brenda në qytet. Dhe shikojini pak këto pamje të tmerrshme, të llatarshme, ndiqeni videon deri në fund. Ja, shikojeni si e ka çuar rilindja socialiste, e ka çuar detin nëpër lagje. Këtu jemi në Veneciën e Vlorës, bulevardi kryesor, skafet i shikoni këtu dhe njerëzit që presin të hypin në skafe. Këtu lagja Muradie, sa po restauruar, lagja muzeale. Këtu lundron dhe me karige, përveç skafeve, lundron me qartë të mundet, shikoni gjithçka, kanionet e Erzenit, këtu duhet kanohet, ato që s'bëhen kanionet e Erzenit, bëhen në lagje Muradie të Vlorës, por ka dhe më keq, pak minuta shi dhe shikoni përsëri zonën e bulevardit e Aleksandria në Skel, një njeri nuk kalon dot rrugën. Këtu është qendra e Vlorës. Vlonjatët i kanë zgjidhë të gjitha, i kanë të gjitha dhe ja dhe sheshi i bashkisë, lumi këtu që rjedh, mungojnë varkat këtu në këtë moment se është perëndim. Si që shikoni, dhe rilindja dhe Edi Rama vazhdojnë të ndërtojnë lungomare. Vazhdojnë i mbështesini dhe gjithë qytetin e Vlorës ta bëjnë si Venecia.